Prej vitesh, rruga këmbësore në lagjen nr. 7 të qytetit të Kukësit, e cila shërben edhe si rrugë lidhëse me hyrjen e spitalit rajonal, ndollet në gjendje të mjeruar. Gropat e shumta mbushen me ujë sa herë ka rreshë shiu, duke e bërë kalimin të vështirë për banorët. Republika Tusha, antar e Këshillit Bashkiak të Kukësit, thotë se ky segment rrugor shërben për të gjithë banorët e zonës, të cilët në mungesë të automjeteve e përdorin për të shkuar në spital për raste të ndryshme shëndetësore. Pika 20 është rehabilitimi i rrugës këmbësore të zonës lagjes 7. Është një rrugë këmbësore aty se 40.000 banorë të Kukësit, qytetit Kukësit kalojnë të shkojnë te spitali. Rruga është sot gjithë balt. Kukësi njerë 9 muaj ka më shumë shi edhe borë. Kalojnë gjithë banorët, se nuk kanë, gjithë Kukësi nuk kanë makina në shku të spitali. Ajo rrugë kalojnë shumica e banorëve, ajo është gjithë, nuk di që të katastrofa e rruga. Kur vjen spitali, kur vjen e hynë të dira spitalit, sidomos fshatra, gjithë kalojnë ajo rruga, duken më shumë prioritare të dyja. Ky shqetësim është ngritur edhe gjatë dëgjesës publike të zhvilluar nga Këshilli i Qarkut Kukës për projekte buxhetin afatmesëm 2026-2028 dhe buxhetin e vitit 2026 me fokus planin e investimeve për 3 vitet e ardhshme, ku u kërkua përfshirja e ndërtimit të segmentit rrugor për këmbësorët në lagjen nr. 7. Vlera projektesh Kukësi, Hasi dhe Tropoja kanë afërsisht të njëjtën vlerë investimesh për vitin 2026. Dhe me numër projektesh, Kukësi e ka 4, ndërsa Tropoja dhe Hasi kanë nga 2. Për 2026 po flas. Po pra, 2026 Kukësi 1, 2, 3 janë për vitet e tjera, për vitet e tjera. 2027, 2028 janë gjithashtu. Po pra, po për 26 po flas. Për 26. Ndërkohë, banorët shpresojnë që ky shqetësim i ngritur prej vitesh të marrë më në fund zgjidhje konkrete, pasi rruga jo vetëm vështirëson lëvizjen e përditshme, por rrezikon edhe sigurinë e pacientëve, të moshuarve dhe fëmijëve që drejtohen drejt spitalit rajonal.